Manastiri i Zvërnecit është pushtuar këtë tenjte nga ambasador të huaj të akredituar në vendin tonë, me ftesë të Bashkisë së Vlorës dhe mbështetje të Ministrisë së Jashtme. Trupi diplomatik për 2 ditë në një vizitë në qytetin e Vlorës, ndërsa si pari vizitave është çelur pikërisht në manastirin e Zvërnecit, një prej manastireve të njohur bizantin në rajonin e Vlorës, një vend i spostuar në luginën e Nartës, larg nga qendrat e banuara dhe izoluar dhe i mbrojtur. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dreda ka pritur delegacionin e ambasadorëve së bashku me episkopin Anastas dhe priftin e kishës Jani Tereziu në hyrje të manastirit. In this church we have a sarcophag, which is a tomb of a person who is very important for their year in Albania. There are some Ionic capitals which are more important for the shape of this church. Yes. So it is one of the most visited sites we have right now, and the number of the visitors is almost doubling, not every year nowadays, but almost every day. Because we also changed a bit the infrastructure before entering in the monastery, which is a parking lot there that was really important, also to give some more access to each and everyone that likes to visit this place. And of course, it is the first spot each foreigner visits when it comes to Europe. And then they start off with the other side of the world here in our city. Më pas, trupi diplomatik shoqëruar nga kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dreda kanë vizituar kishën e Shën Maris të manastirit të Zvërnecit, kish që i përket shekujve 13 dhe 14, ku janë njohur nga afër me vlerat e saj historike dhe kulturore. Pyetur nga gazetarët e pranishëm, kryetari i Bashkisë Vlorë Ermal Dreda ka detajuar agjendën 2 ditore të vizitës së trupit diplomatik në Vlorë. Pra sot jemi këtu në manastirin e Zvërnecit. Është një ditë paksa e veçantë, mund ta themi, sepse në kuadër të turit të ambasadorëve, në fakt është një aktivitet që ka vite tashmë që bëhet nga Ministria e Jashtme, ku gjithmonë zgjidhet një qytet apo një lokacion i Shqipërisë, kjo edhe për të promovuar, po edhe për të treguar pak nga historia e kujdoj qyteti. Dhe sot kemi fatin që kjo gjë ndodhi në Vlorë, në bashkëpunim me Ministrinë e Jashtme, me Ministrin për Europën dhe Punët e Jashtme, zotin Igli Hasana, i cili në bashkëpunim me ne zgjodhi që këtë radhë gjithë grupi ambasadorëve që janë akredituar në Shqipëri, rezident dhe jo vetëm, të zgjidhin Vlorën për të vizituar. Ne jemi shumë të lumtur sepse kemi çfarë të ofrojmë, kemi çfarë të tregojmë dhe patjetër duke parë dhe gjithë atë zhvillim që po ndodh në qytetin tonë, është momenti i dur edhe për të promovuar gjithë ato vlera që unë përmenda pak më parë, duke filluar nga tradita, nga ushqimi, nga mënyra se si mirëpresim vizitorët në shtëpinë tonë. Do të jetë 2 ditë vizitë. E filluam këtu, do të jetë Muzeu i Pavarësisë që do të vizitohet, do shkojmë te Sheshi i Flamurit, do të ketë pastaj një aktivitet duke parë edhe vende të tjera që kanë karakter historik edhe arkeologjik, ndërkohë që është një agjendë e ngjeshur, po ashtu nesër do të shkojmë në Llogara, nëse koha do të na mbajë, do të premtoj, mund të bëjmë edhe një vizitë në Sazan dhe Karaburun nesër me anije. Pra është një aktivitet shumë i ngjeshur. Po e mira është që ne ti kemi sa më të shpeshta këto, dhe më vjen mirë që nëse janë bërë 5 apo 6 aktivitete të tilla gjatë promovimit të këtyre vlerave nëpërmjet Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë, këtë radhë është zgjedhur Vlora dhe ndihem shumë krenar. Pjesë e trupit diplomatik Silvio Gonzato mungonte në këtë vizitë, ndërsa sipas Dredhës takimi me ambasadorët do të shërbejë dhe për njohjen e resurseve turistike dhe kulturore të qytetit bregdetar, por pse jo, edhe për të hedhur piketat e një bashkëpunimi me vendet përkatëse në të ardhmen. Qëllimi i këtyre vizitave në fakt është të njihemi më mirë, të evidentojmë edhe problematika që mund të ketë qyteti i Vlorës, ku ata mund të kenë më shumë nivel ekspertize, apo qoftë edhe mënyra për të buxhetuar një projekt caktuar, sa i përket edhe zhvillimit qëndrueshëm, ambientit, që janë shumë tema të diskutueshme tashmë globalisht, kështu që ma do mendja që patjetër ne do të kemi një kohë gjatë që do të qëndrojmë me to. Manastiri i Zvërnecit në Vlorë është një nga pikat turistike që çdo ditë më tepër vizitohet nga vendas dhe të huaj. Ndërtimi, historia, gojdhënat e bëjnë këtë resurs tërheqës në çdo stin të vitit, ndërsa trupi diplomatik pas manastirit do të vizitojë dhe muzeet e Bashkisë Vlorë, Muzeun Kombëtar të Pavarësisë, por dhe Art Muze Selami në Kuzumbaba, si dhe Parkun Kombëtar të Llogoras dhe Parkun Detar Sazan Karaburun.